Zonja dhe zotërin mirëmbrëma, ja ku jemi në Andale 2XL. Jemi në një familje të thjesht tiranase, një çift që kanë martuar prej shumë vitesh dhe që nuk ndahen dot sepse kanë prona. Ata të dy do i njihni tani, janë Bernardi dhe Emma. Sa që ka bu... Jeni burë e grua. I bleva ushqime që thash dje në darkë? I bleva, po shi që ka bu goca mondës që. Ku i ke blerë se vetëm kaq ke blerë 2 pije? Ky është alkool, kjo është për pije me gaz, I kete kuzhina, i kete gjitha, domate, kastraveta, ato që kërkove. Kostian, ti sa je kthyer nga jashtë, je shumë i pasur dhe dashuron gocën e tyre që nga fëmëria. Ke problemet me lëngjet. Bernard, Emma po bie dera. Po bie dera. Ike hape, ike. Si jeni se ta? Të vdes, po ku me Kostian? O, sa që ke domësuar, sa i mirë që ke bërë. Mirë, Landa si është? se mirë. O, të vdes. Bernard, Kostiani ka shumë lek. Jeti të vdesu sa që ke rritë. Mashallah, je rritë një asushëm dhe se. Hajde, ja, mund Ka që ke qenë. ja, rritun. Hajde ullum. Hajde. Kostiani mos haro lëngjet. Më falni se mos më prekni shumë se jam. Me prostat. Në falë. Shtiu, taksirata. Po shpejt e pas ke nismur shpirt. Si jeni ju? Mirë, ti Qa keni bërë? Si ke qendi? Mirë. Kenci, mirë. Mirë, United Babi, States of mirë. America. Landa si është? Mirë, edhe mami. Bernard, Kostiani ka një aromë shumë të mirë. Si keni qenë ju? A qarere, mu. Aroma Amerike, gjatë gjë, aroma Amerike. Të vdes. Emma ti u emocione pa pritur të vjen të qash. Si e ti? Të vdes, sa i mirë që ke Ma kishe mos qaj. Kishe mos qaj sa me prostat. shumë i mirë, më kujton Landën. Kishe mos qaj se... Landën. I know. Dime si që kam rritur unë vajzë. Kostiani po shpërthej lëngjet. Ku është? Më falje. Qa do pish? Do të pishë një gjë, të bëjtë një Tualeti dhe toilet. Dhe toilet, hajde se që qërë jo. Ku e qik tregu? Atë u ka qenë, Hajde. Kujdes. Ua, kjo është material. Sa i mirë për gocën, ratojmë prepresa. Ndërkohë situata komplikohet disi sepse Kristeli, vajza e familjes, ka ardhur të prezantoj të dashurin e saj, Aldin. Kristel, ti do i prezentosh të dashurin të në surprizë familjes dhe ke merakun e madh që të ta doj babi. Aldi, ti je një faturist i thjesht dhe vetëm mashtron për gjithë. Sa rregullon këto, ha? Shpirt, mos ke emocione, i vetvetja si dje që më takove për herë të parë. Normal, shpirt jam vesh, jam mas. Ki parasysh babi vdes për Tiranën. Vdes për brek me spinaq dhe ka shumë qef, jo, gliko are nga Ashtë i përmeti. ndriqushëm si njeri, do me thënë, babi. Po, Kur e vend në Portogar. mos haro, gliko are nga përmeti, oke, se vdes, Raki rrushi. Sa groqe kështu? Nuk ka Aldi, mos haro, je kokra e mashtruesit. Dera, goca? Dita. Erdhe ti, më përkulose. Mami. Shoku klasës është kjo? Kështu vazhdo, shoku i klasës përfundon. Të lutem se kemi pak punik se e përcollë gocën tani. Kumi, jetoni por. Jo, kemi punë. Hajde Hajde, shpejt. futen gocën tash. Hajde shpejt. E, mami, shakatore marë. Eti shoku. Kush është më? Kush është ky më i madh? Se le bom kjo. Kush është ky më i madh? Kristel, ai është mashkulli i jetës tënde. Kush është? Kujdes, Kuj me ta dim. fol me gjuhën e prallave. Dashuria ime. Si dashuria jo. Dashuria ime më i madh. Ti vetëm një dashuri ke një tullate. Ama, do më thënë, ne kemi një vit që një jemi me Qa vitim? Jo, që... 3 muaj. Një vit e 3 muaj, Një vit e 3 muaj. po që... Jemi të lidhur. 3 muaj. Si të lidhur moj. Ti sekonda, po ti para 3 ditësh u ndave. Jo, babi është muhabet i vjetra i visin. Sekonda vlla, kush je ti herë ta morim Kush je ti tani, vesh? se s'po të kuptoj. Kush jam unë? Temë madhe kjo. Je kokra e mashtruesit. Unë? Kam marrë studim të lartë për inxhinieri ndërtim, merr më shumë babi jam merr me ndërtimin e merr me ndërtim shtroj, si më thënë, shtroj
ka shtroj rrugë, babi merret me kështu me më shumë të fusha infrastrukturës aty, krau i djathtë. Krau i djathtë. Sa është mirë, më thon kështu e diram se burra kupton. Krau i djathtë e diram. Me fonde për Amerikën. Benard, se që të jipi një dashuri. Me aty krau i djathtë, bash i djathtë. Çfarë fletër? Krau i djathtë i diramës. A dorë me lesh që tek shumë. Po, e di. Jo, babi. Një sekond më ta ngjoj një sekond se po flet për diramën. Merresh me vile me komplekse me gjona i pi ato vilet su shemën aty po. Aty ka pasi 3 kafshë. E ma ti e dyshuese për këtë situatë. Po ç'ne babi jot, se kemi dëgjuar, si quhet emri i babit tat? Afrimi. Si e ka bie me Kostian, dram shekspiriane po zhvillohet. A po thon Afrimi. Afrimi. 58 kash. Genci! Genci, mami! Ta ku e Genci? E zu trefazosh i djalin, çka ka djali? O Genci, o drit! Hajde këtu, hajde ullu. Ky është shoku i Miris. Shoku. Shoku është. Jo, shoku. O të keqen mami, po, se sa është rritur është bërë goca shumë e bukur. Çfarë ka ardhur ai frymor këtu? Kush është ky shumë kamsh? Që ta prezantoj unë, ka lidhje me diramën. Absolutisht. Po, Kristel. themi thonë që ka lidhje me diramën. Skena është për ty, ti do të bëhesh aktore Hollywoodi, Kristel. Mos e beso. Ai gjithmonë i suporton nëndrat e mia. Ai kam thënë që dua të bëhem si Kim Kardashian. Po më imam, po vetëm e Genci e ke këtë të mirë. Kim Kardashian, po babi është ajo dhe motra e Kardashian, që është bërë. Motra. Krau i djathtë e dira. Krau i djathtë. Babi suporton shumë nëndrat e mia, njësoj si ti. Po, Ka ardhur më pushime taj kompleks. Në kompleks. Hollywood. E ke njofti me motrat? Po absolutisht. Sonja dhe zotrin Grini gjithë. Benard, ka ardhur koha të bëhesh Ledion Liço. Qo, jemi në nominimin e fundit. Kristel, ti do bësh dum-dum. Atëherë, Ty konkurrentët finale, besoj janë 2 dhëndurët. me që jemi në finale, Zarfin e sjell Ema, po ndërkohë që e sjell, ka gjithmonë një të shtim që se lë. i lutemi Emës na sjelli zarfin. Zarfi mund t'jetë një kanoqë. Ose një arush. Na kishte ardh zarfi. Ose një dhi. Atëherë, mes Aldit dhe Kostianit, Po që synet nuk e du. çfarë thot? Si afro? Okej. Në finale dhe fiton Kostiani. Oh my god! Po sa u lëtsova. Oh my god! Vlla, urime për fitoren. Asnjëherë nuk krahasis ke gjashtë turp si të ti. Heroj! Administrat, një punëtor i administratës merr për nuse një vajzë që do trajtim prej hidra. Një sekond, ishte vote publikut. Absolutisht. Faleminderit publik, nuk do të zgënjej. Urime. Oh my god! Kristel të trashëgohesh, vetëm Aldi ka ardhur momenti që dhe ti të thuash të vërtetën tënde. Urime, Kristel. Qo, Aldi, Që vi turp, sidomos prej te nuk e pritësha. dhe tregoj që ti ke dashur gjithmonë babain e Kristelit. Ti nuk e di. Ti nuk e di që kam vujtun për ty. Ty s'të vje zorë. Ti e një burr që s'ke moral. Ke lan faturat e korrikut pa pagu. Ke 27.000 lek. Prej që nga krenari kjo. Zoja dhe zotri, kjo ishte Andale 2X, një dramë familjare që besoj do të vazhdoj dhe më tej, këtë do ta shohim. Natë e mirë, shihemi në serinë e ardhshme. ¡Ándale!